ka në vend ngjarje. Sa pompa, zorra uji janë duke u përdorur, sa shkallë, se kaq në lejon pamja ne, ndoshta nuk i shohim të gjitha. Ma bëj një rezume të këtyre masave për të përballuar një situatë tillë. Në fakt, e gjithë skena kryesore e ngjarjes është pikërisht nga këndi ku po raportojmë, janë pothuajse gjithë automjetet e zjarfikses kanë të pajisura shkallë, njëra është vendosur në praktik, pasi terreni lejon një pajisje të tillë, duke qenë se është edhe zonë ngushtë, nuk ka hapësira të mjaftueshme që të angazhohen disa trupa njëherë zjarfikse, ka trupa zjarfikse që kanë hyrë brenda kompleksit nga oborri brendshëm i tij dhe po hedhin ujë nga terraca, ndërkohë që në vendin ku po raportojmë janë me 10 automjete zjarfikse që shkëmbehen me njëra tjetrën, disa largohen për të furnizuar me ujë, ndërkohë që të tjera angazhohen fizikisht me punonjësit e tyre. Vendosur aty pranë. Normalisht do duhet të ketë pranë këtyre ndërtimeve të reja do duhet të ketë implante uji. Aksesi ujit, po. Aksesi ujit është domosdoshmëri për zjarfikset. Pra është një praktik, po themi që ndiqet prej vitesh në gjithë ato vende që kanë një zhvillim të tillë urban. Në këtë çast e shohim edhe rrezikimin e jetës në fakt të zjarfikësve. Janë vetëm 2 zjarfikës me një pompë uji, me të shoh, se unë nuk shoh pompat e tjera. Aktualisht këndi që ka aty duhet kemi parasysh, aty kanë një numër shumë të madh zjarfikësh si automjetës së nila, po duhet kemi parasysh që një pjesë e tyre për shkak të mungesës së implanteve detyrohen që pasi bëjnë shkarkimin e ujit të zhvendosen në pikën më të afërt për të furnizuar me ujë. Dhe duhet kemi parasysh si duket për shkak të kompleksit mënyra se si është ndërtuar, nuk i lejon akses shumë zjarfikseve që të kemi 3 ose 4 zjarfikse të cilat të jenë po themi në masën efektive 100%. Pra duke qartazi që këtu kemi vetëm një shkallë, kur normalisht do duhet kishim 3 ose 4. Kjo është pamja që na vjen nga ky kënd. E qartë. Ndërkohë kam Fationin në linjë? Po. Fation, të lutem më informon në reale se ti je ke kënd të gjërë shikimin, ne jemi të fokusuar vetëm në një plan, ke kontrolli i flagëve dhe shqetësimi për punonjësit aty që janë të zjarfikseve. Të lutem më informon, çfarë sheh? Në fakt vendi i ngjarjes dhe pjesa e pushtuar nga flakët është vetëm kjo që shikoni në pamje të drejtë për drejta, është e mjaftueshme për qenë alarmante, për qenë dramatike. Janë me 10 familje që jetojnë në apartamentet e sapo ndërtuara, ndërkohë që kemi një helikopter të tretë i cili shfaqet për të asistuar forcat zjarfikse, por duket e kot. Në fakt duket një përpjekje e kot e helikopterit, pavarësisht se në 3 raste është përpjekur, duke qenë se pozita dhe lloji infrastrukturës që është përfshirë nga flakët e vështirëson ato, duke qenë se është vertikale dhe e pamundson hedhjen e ujit për të dëpërtuar tek vatrat e zjarrit. Ndërkohë që ka një grup zjarfiksish në terrasën e pallatit, një grup tjetër. Kjo është pjesa më rrezikshme ndër tjera. Shikoj pjesët që bien Fation, prandaj kam reagim, bien edhe janë bipunëtorë. Paktën e sa i shohim janë edhe pa maskë ato punojnës, paktën është një situatë shumë kritike. Se shikoj pamjet, ja, po zbresin sërish, janë të pakontrollueshme, janë këto flakët tu që janë jashtëzakonisht këmbgulse. Në çfarë kati jemi këtu, Fation? Ky është kati i 3 i banimit, i 4 i objektit. Po në katet më sipër? Është një pjesë e brendshme. Është pjesë e brendshme e apartamentit. Nuk është sonila nuk lejojnë shëllungat e tymit për të parë gjitha vatrat e zjarrit. Nuk është i vetmi, po të shikojmë her pas here kur era largon tymin janë disa apartamente që janë në pushtetin e flakëve. Është kati i 4 i objektit, i 5, i 6 edhe deri në fund. Është një objekt i cili është mbi 12 katësh në pjesën ku është përfshirë nga flakët, e gjithë faqja e fasadës së jashtme e tij është e pushtuar nga flakët e zjarrit, ndërkohë që shohim përpjekjet e zjarfiksëve që her pas here tërhiqen për shkak se ka shkëputje të materialeve, veshse të godinës dhe rrezikon edhe jetën e tyre. Pavarësisht përpjekjeve, shohim që të paktën në 2-3 pika zjarri është dominues, është i papërballueshëm për forcat zjarfikse, edhe i rrezikshëm natyrisht për ta, duke parë edhe mënyrën se si është bërë kjo ndërhyrje apo
edhe pajisjet që po tani që nuk janë të mjaftueshme, kjo është e qartë. Çfarë mungon? Çfarë do duaj? Se po më thua me të drejtë Fation që nuk mjafton dhe helikopter